Dëshira e Zotit është me bë diçka të re në jetën tonë. Është që ne mos me vazhdu me jetu në të vjetrën, por me shiju risin e veprës tij. Rrugët edhe mendimet e tia janë të panumërta, janë të pakufishme. Aty ku njeriu mendon se s'ka rrugë, Zoti hap një rrugë. Aty ku njeriu mendon se ky është fundi, Zoti thotë ja, ky është vetëm fillimi. Rruga e Zotit është shumë herë më e lartë se rruga jote. Rrugëzgjidhja e tij është shumë herë më e lartë se rrugëzgjidhja jonë. Prandaj kur ne kërkojmë rrugën e tij, kërkojmë një rrugë që njerëzit nuk munden me e gjetë. Kur ne kërkojmë urtësinë e tij, kërkojmë një urtësi që njerëzit s'mund ta kenë. Ai ban përsëri një gjë të re. Por a do ta vëni re ju, thot Zoti, këtë gjë të re? Zoti don që ne me u fokusu tek ajo vepër e re që është të bërë përpara nesh. E ardhmja për ne është e panjoftun, po jo për Zotin. Për Zotin e ardhmja nuk është mistike. Për Zotin e ardhmja nuk është e panjoftun. Ai njeh gjithçka. Kjo është arsyeja pse ne duhet dallojmë atë vepër që Zoti është të bërë përpara nesh. Duhet ta besojmë, duhet ta dëshirojmë, duhet ta kërkojmë, sepse përndryshe do të metena në efektin e të kalumes.